Që flasin që feja ka kundërshtim me shkencën apo me diturinë, ndoshta nuk e njohin fenë islame. Për shkak se po të shikojmë një mori tekstesh të Kuranit famlar, po edhe nga tradita thënjet profetit ton Muhammed, do të gjejmë që dituria është një nga gjërat më të larta. Dhe do të gjejmë që gjeneratat e para të muslimanëve që ishin njerëz të devotshëm të përkushtuar kanë qenë dhe shumë prej tyre shkencëtar. Nuk do të harrojmë kurrësi që kur kryeangjëlli erdhi me shpalljen hyjnore tek profeti Muhammed, folja e parë që ka drejtuar ndaj tij nuk ka qenë beso, po ka thënë Iqra, lexo, në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Dhe po të shikojmë me vëmendje, në këtë çast hyjnor që kryeangjëlli i thot profetit ton lexo, tregon që Islami nuk është dogëm. Pra nuk është besimtar nëse nuk studion dhe nuk lexon dhe nuk kupton dhe pastaj thua jam besimtar në bazë të argumenteve që i ke lexuar, i ke medituar dhe i ke kuptuar. Është e veçantë në Kuranin famlar që Zoti asnjëherë nuk i thot profetit Muhammed lutu që do t'jap pasuri, lutu që do t'jap pushtet. Ka një ajet që thot thuaj o Muhammed, Zoti im më shtot dituri. Në një rast tjetër dhe brenda besimtarëve, në një ajet tjetër, thotë i nderoj Zoti të gjithë ato që besuan tek Zoti i gjithësisë, por i dalloi ndërmjet besimtarëve ato që janë më të dijshëm. Vetë profeti Muhammed ka thënë, dituria është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Në një rast tjetër tregohet që ka thënë dituria është nga kur njeriu fillon mendon derisa vjen çasti që ai ndron jetën e kësaj bote. Për këtë arsye, në një rast tjetër do të gjejmë thënien e profetit, kush merr rrugën e diturisë, Zoti ia lehtëson atij rrugën për parajs. Sepse njeriu sa më i dijshëm të jetë, sa më i edukuar të jetë, sa më dituri të ketë, aq më thjesht ai ka gjërat e kësaj bote, aq më mirë do ta njohë Zotin e tij. Dhe duke e parë nga ky raport, atëherë dituria është afër fesë, është njësh me fen dhe në fund fare profeti thotë ne profetët nuk lam pasurinë mbas nesh. Ne profetët mbas nesh lam diturinë. Prandaj trashëgimtarët e profetëve janë dietarët